Për shkak të bllokimit të kanalit Kullues, 10 familje në zonën e ish fabrikës së Cimentos u përmbytën. Banorët tregojnë se kanali që vjen nga pjesa kodrinore përshkon mes përmes lagjen Ajër-Roçakëri, ku mungesa e një projekti për rehabilitimin e tij ka bërë që ujë të përfundojnë në banesa si dhe në borret e shtëpive. Fajtorët për këtë situatë, banorët thonë se është pushteti që sipas tyre nuk jep zgjidhje kësaj problematike, duke bërë që shtëpitë e tyre të dëmtohen nga lagështira, por edhe nga përmbytja. Sipas banorëve, kanë nisur edhe konfliktet mes njëri tjetrit, pasi njëri prej komshive ka bllokuar kanalin në Grykderdhin e tij, duke rënduar edhe më tej situatën. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të investuar, pasi thonë se kjo situatë mund të përshkallëzohet edhe më tej në konflikte fizike. Vjen nga një moçalishte këtu. Është me kanal, ka qenë që në kohën e Enverit, që shpëtoheshin objektet e fabrikës Cimentos dhe dalin në fund tek shtëpia e fundit. Atëre, personi na mbyll kanalin, edhe gjendja është kjo që më përmbytet shtëpia. Kemi shkuar, është përsëritur disa herë, kemi shkuar në kemi shkuar në bashki, kemi shkuar te policia bashkiake, kemi shkuar në polici. Vijnë këtu, konstatojnë gjendjen edhe ikin, nuk marrin asnjë mas. Kemi shkuar tek ujësielës kanalizimet, absolutisht asnjë gjë. Edhe na thon policia që kur të ketë konflikt do ju vijmë ne. Me fjalë duhet të vritemi neve me personin që të ndodhi kjo gjë. Kjo situatë sot po ju dëmton shtëpinë. Shumë. Sepse futet ujit në themel dhe nuk e dihet fundi se si mund të vijë. Infeksionet pa pastërtit nga ana tjetër po saj. Të gjitha komplet. Po gjendje lagjes, si është sot? Ish fabrikës së njohur të Cimentos. Si mund ma përshkruar gjendjen e komplet lagjes? Shumë keq. Shumë keq ju e pat rrugën. Domethënë, unë po mush gati 30 vjet, për 29 vjet, një herë që të vi punoj si bashkisë atje tek ai kanali, nuk e ka dhënë Zoti. Këtu lart është kanali i ujrave të larta që vjen që nga Kodra e Madhe Andea, dhe një herë të vetme që të vi punëtora qysh tek, e kemi mirëmbajtur vetë me forcat tona. Ke shpresë do investohet në vijim? Jo, asnjë shpresë. Po lagja zona ka parë një investim ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Unë jam banor i kësaj lagje. Jemi 3 familje që rrezikojmë gjithë njëna përmbytjet. Ne kemi dhe një gjitonin ton këtu, ai gjërat i mirë personale. Në fakt nuk janë personale këto gjëra. Nuk funksionon shteti. Ai një farë të drejtë e ka, sepse ujrat e zeza, firma që bëri kanalizimet e ujrave të zeza, ai futin ujrat e bardha dhe i la ashtu lart, edhe janë problem, nuk janë vetëm problem për ata, por janë problem edhe për neve. Këto ujrat e zeza. Nuk kemi lënë vend dhe institucione pa vajtur. Sidomos e ujësielës kanalizimet, që kemi vajtur kush e di se sa herë, kemi 3 vjet që luftojmë për këtë gjë, edhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Dhe që në fillim edhe na dëgjonin dhe vinin këtu dhe nuk merrin asnjë lloj mase, që do me thënë që dora e shtetit këtu pastaj sa vjen e zbehet, edhe japëm të drejtë paligshmërisë. Unë nuk dua që të citoj një vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që kjo është vepër penale. Nuk e kam personalisht me këtë zotrin që kam mbyllu kanalin, se kjo e merr personale, nuk e kam personale me të. Unë e kam me shtetin tim. E kupton? Me shtetin tim, që nuk ekziston. Çfarë problematika është? Problematika është kjo. Ky kanal është kanal Kullues. Juve do ta shikoni, do vazhdojmë bashk, që ta shikojmë nga vjen ky ujë, sepse këtu vinë dhe nuk e shikojnë gjendjen si është. Ky kanal vjen nga ujrat se ky është përgjithsisht ky është vend moçalisht. Edhe uji vjen, domethënë nga baçat që vjen anë lart e ujrat e shiut e tjera, edhe grumbullohet i gjithë, nuk bëhet fjalë për ujrat e zeza. Se po të jenë ujrat e zeza nuk kanë një volum të madh. Volumi kjo kurrën e kurrës. Unë nuk e di do ta transmetosh nëse nuk ashtu, unë i kam bër kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, i kam bër mesazh. I kam bërë sot, mbrëm në darkë vonë i kam marrë, sepse niveli ujit po ngrihej, po përmbysë shtëpitë. Nuk më është përgjigjur, nuk e di pse, ai mund të jetë edhe ditë pushimi dhe mund të më përgjigjet nesër, dhe këtë nuk e di saktësisht. I kam bërë të gjitha institucionet, i kam bërë mediave, edhe do shikojmë domethënë që të zgjidhje, nuk e di çfarë zgjidhje mund të jepet, por kjo zgjidhje nuk ka. Unë të betohem, nëse ashtu, të betohem
që unë jam bërgati edhe këtij zotëris i thash, këtij gjitoni tim këtu i thash, që unë do marr pashkat e do iki. Nuk ka sepse se unë, po të shikosh këtë, unë jam mbytur 10 herë këtu. 10 herë, kemi 3 vjet, mbetemi këtu 10 herë. Ka këta frigoriferët, sobat e gjitha që janë të gjitha të prishura nga ato përmbytje. Shteti s'funksionon. Unë marr kryetarin e bashkisë, tani s'ma ngre kryetari i bashkisë me atë telefonin. Se ta thonë që ore, shumë nivel i lartë kryetari i bashkisë. Po dakord, po funksionon poshtë moj zonjë. Çfarë të them unë? Unë ne vemi votojmë, vemi interesohemi, i japëm besimin, ky besim humbet. Çfarë të them unë? Mungesa e investimeve për rehabilitimin e kanaleve kulluese ka shkaktuar ndër vite problematika të shumta, duke bërë që një qytet të kemi përmbytje, ku më të dëmtuara kanë qenë lagjet periferike. Krahas përmbytjeve, kanali kullues në lagjen Haj Roçakëri është kthyer dhe në një burim dotje dhe infeksioni për zonën.